që shkrua në pentagrame praktikon në piano, është vetëm 7 vjeçare, por kjo nuk e ndaloi që të filloj kursin për instrumentin e pianos dhe të avancoj rrugtimin e saj. Dalin Gjëmbola, jem në shkollën Fajkonica para 5. Abetarën gati në gjysë jemi, jena të shkronja vë. Tani e kena një mësim, sot kena pas me bo detyrë shtëpije. A, B, C, Q, D, V, E, N, F, G, Gj, H, I, J, K, J, L, M, N, N, O, P, Q, R, R, S, Sh, T, Th, U, V, D, Gj, Y, Z, Zh. Për shpiz vinë në ora 5, të hanën në ora 6, edhe në të mërkurin vinë në ora 5:20. Ok, ja për të qenë, që shkojnë? Mirë, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ndërsa me nxënësen e saj është të kënaqur edhe mësuesja Liria. Dalina është ndër nxënësit e para të cilat janë regjistruar në Note Akademi në drejtimin e pianos dhe kjo dita ditës është duke avancuar shumë, është mjaft e talentuar dhe çdo ditë më befason sepse nuk e kam të vështirë të mbaj orë me të për shkak që gjithçka për të mësohet mund ta them shumë lehtë. Kjo është më shumë ndoshta fal talentit të saj sepse nëse nisemi nga ana e notave ndoshta është pak herët që ti mësoj dhe më shumë mundohemi që ti mësoj përmes veshit, por pavarësisht kësaj ne jemi duke mësuar edhe notat muzikore. Dalina gjithherë bën detyrat e shtëpisë, so herë që unë i caktoj një detyrë dhe gjithmonë përkujdeset që të vije përgatitur. Normalisht çka më bën përshtypje është që secilën melodi që ne e mësojmë kjo kur të vijë herën tjetër din ta luaj edhe pa i ndihmuar unë dhe kjo mund të them që është një përparësi për Dalinën. Por kjo nuk do të thotë që në vazhdim do të ketë nevojë që të përkushtohemi akoma më shumë sepse instrumenti i pianos fillimet mund të themi që janë pak më atraktive, por ndoshta kur të fillon pak me u rëndu, ndoshta ta them veprat më të vështira, atëherë normalisht që do t'i duhet gjithmonë ndihma ime, edhe kjo është arsyeja pse unë jam këtu për t'i ndihmuar, për t'i mësuar që mos kemë vështirësi, sidomos në instrumentin e pianos ku edhe Dalina është regjistruar. Edhe pse është ende vogël, mësuesja propozon që në këtë moshë mund të vërehet interesimi tek fëmijët. Mund të them që është mosha më e mirë për një fëmijë të fillojë me instrumentin e pianos, sepse mendoj që është pikërisht mosha ku ai ose ajo e shen apo i pëlqen instrumenti apo jo. Dhe normalisht që prindrit kanë dëshirë që fëmijët e tyre të merren me një instrument apo me aktivitete të tjera, por në rast që fëmia nuk ka dëshirë që të vazhdoj, ata detyrohen që ta ndërprejnë. Kështu që Dalina po vjen me shumë dëshirë, kjo është shumë e rëndësishme dhe është shumë e entuziazmuar për çka do të mësojmë në vazhdim. Nuk është e vështirë, sepse kur një nxënës është i përkushtuar dhe e din se për çka vjen, normalisht që përkushtohen edhe prindrit në shtëpi, t'i rrinë afër ndoshta edhe për detyrat të cilat duhet i përfundoj, por siç e thash, e rëndësishme është fakti që Dalina vjen me shumë dëshirë në kursin e pianos. Kjo është shumë e rëndësishme sepse po të mos vinte me dëshirë, atëherë normalisht që do të ngecte dhe ndoshta do ta ndërprente, por kjo mund të them që është përparësia e saj në këtë aspekt. Ka të atill që ndoshta fillojnë dhe e ndërprejnë, por unë mendoj që secili fëmijë duhet filloj të merret me një aktivitet, sidomos me instrumente, sepse instrumenti është disiplinë vetë ta quaj kështu, sepse don përkushtim të çdoditshëm, jo vetëm të mësosh ndoshta një herë në javë edhe të mendosh që do të luash në mënyrë perfekte, por perfeksioni mendoj që vjen me punë sistematike,
me punë të përditshme edhe me përkushtim maksimal. Normalisht duke I kushtuar kohë ndoshta pak më shumë sa që normalisht duhet. Jo ndoshta 30 minuta, por minimumi të ushtrosh ndoshta 2 orë nëse dëshiron që të kesh sukses në të ardhmen. Sidomos ata që synojnë ndoshta të bëhen edhe pianist të vërtet. Edhe pse vogël, ajo po tregon se pasioni dhe përkushtimi nuk njohin moshë. Me mbështetjen e mësueses dhe kurseve të specializuara, rrugtimi I saj drejt suksesit sapo ka filluar, duke frymëzuar çdo fëmijë që të ndjek ëndrat e tij.